Shqyrtimi i çështjes që përfshin zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku është shtyr dhe do zhvillohet me datë 2 dhjetor. Kolegji i gjykatës kushtetuese përbërë nga Sander Beci, Sonila Bejtia dhe Marsida Xhaferdari ishte parashikuar të mblidhej këtë të njëjtë, por gjyqtarja Xhaferdari kërkoi shtyrjen për të njohur me aktet e padis, sipas rregullores që parashikon të paktën 2 ditë kohë për shqyrtim para seancës, me kërkesë të gjyqtares së Marsida Xhaferdari, e cila kishte marrë njoftimin për aktet pas dite të datës 26/11/2025 dhe në përputhje me nenin 24 të rregullores për procedurën gjyqësore, i cili parashikon se gjyqtarët duhet të kenë në dispozicion kërkesën dhe aktet e kërkesës të paktën 2 ditë para mbledhjes së kolegjit, u caktuaj që shqyrtimi i çështjes do të bëhet nga kolegji ditën e parë të punës pas festave zyrtare të nëntorit, konkretisht në datën 2 dhjetor 2025. Xhaferdari u caktua të shqyrtoi çështjen pas largimit të gjyqtares Holta Zaçaj, e cila kishte përfunduar mandatin e saj dhe u zëvendësua nga Arsim Vokshi. Kryeministri Edi Rama dhe Këshilli i Ministrave kanë kërkuar nga gjykata kushtetuese shfuqizimin e vendimit të GKK-s për pezullimin e Ballukut pas ngritjes së akuzave për shkelje të barazisë në tendera. Sipas kryeministrit Rama, vendimi për pezullimin përbën një ndërhyrje të drejtë të pushtetit gjyqësor në funksionimin ekzekutivit. Seanca e radhës do të zhvillohet pas festave zyrtare të nëntorit, duke hapur rrugë për një vendim mbi kërkesën e qeverisë për rikthimin e Ballukut në detyrë.